Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Maska me vezë që shduku rrudhat për gjithmonë, ja receta si ta përgatisni. E bardha e vezës. Ndajni të bardhën e vezës në një tas dhe më pas masazhojni këtë përbërje mbi lëkurë dhe lëreni të thahet për të paktën 15 minuta. Më pas shpëlajni atë me ujë të vakët. E bardha e vezës përmban vitaminë E dhe B, të cilat janë të shkëlqyera kundër përkeqësimit të membranave qelizore dhe për mbrojtjen nga rrezet e dëmshme të diellit. Vaji ulliri. Karakteristikat e vajit të ullirit janë gjithashtu të njohura. Ai ndihmon lëkurën tuaj të qëndrojë butë dhe njëkohësisht të mbrojtur. Provoni të masazhoni lehtësisht disa pika vaj në fytyrë para se të shkoni të flini dhe më pas mbulojeni atë me një peshqir të butë. Frutat dhe perimet. Frutat e freskëta dhe njëkohësisht perimet në përgjithësi, ato me vitaminën A dhe D, do të kontribonin për të mbajtur fytyrën tuaj sa më të freskët dhe të tonifikuar. Mungesa e vitaminës A në fakt është gjithashtu një nga shkaqet e tharjes epidemike, pra edhe të formimit të rrudhave. Vitamina A gjithashtu stimulon edhe prodhimin e kolagjenit, favorizon rigjenerimin tuaj qelizor dhe po ashtu ndriçon tonin e lëkurës dhe heq njollat e errta të cilat shpesh janë të formuara nga dielli apo edhe nga mosha. Lëngu i limonit. Prijeni një kokër limoni në gjysmë dhe masazhojeni një pjesë mbi rrudhat e fytyrës. Aciditeti i lëngut të limonit e bën lëkurën tuaj që ajo të jetë më e lëmuar dhe të zvogëlojë gjithashtu shfaqjen e rrudhave. Nëse e aplikoni atë të freskët, limoni ndihmon edhe në zbardhjen e njollave të lëkurës fal përmbajtjes së acidit askorbik. Masazhi anti-rrudh. Merrni një pjesë pambuku, ngjyeni me tonikun tuaj të fytyrës dhe përdoreni për të masazhuar disa minuta fytyrën tuaj. Përqendrojeni masazhin në zonat kritike të rrudhave si për shembull rreth syve, ballit dhe qafës. Ndërkaq, nëse dëshironi të shijoni, ndërkohë, siç shumica prej nesh e dinë, rrudhat janë një pjesë e paevitueshme e procesit të plakjes. Tek disa njerëz rrudhat dalin përpara kohë kryesisht tek zona e syve, e gojës dhe e qafës. Rrudhat shkaktohen jo vetëm nga rënja e prodhimit të kolagjenit, por edhe nga ndotja, ekspozimi në diell, mungesa e vitaminës D3, përdorimi i tepërt i produkteve kozmetike, ndryshimi i kremrave dhe duhani. Rrudhat mund të zbehen, shmangen dhe të mbahen nën kontroll me disa trajtime natyrale. Në këtë video ju do të mësoni disa prej recetave më të mira natyrale kundër rrudhave. Me kalimin e viteve, rrudhat që shfaqen në fytyrë janë një problem i vërtet për shumë njerëz, por për luftimin dhe parandalimin e tyre ju vjen në ndihmë një maskë natyrale e cila përgatitet shumë thjesht pasi ka nevojë vetëm për mjalt, kos, vezë dhe vaj ulliri. Në një enë hidhni një lugë gjelle mjalt, një të verdhë veze, 2 lugë kosë dhe 1 lugë vaj ulliri. Përzieni të gjithë këta përbërës derisa të përftohet një masë kremoze. Këtë masë më pas aplikojeni në fytyrë të cilën duhet ta keni larë më parë. Lëreni të veprojë për 30 minuta dhe më tej, shpëlajini fytyrën tuaj me ujë të vakët. Përdoreni 2 herë në javë një maskë të tillë dhe do të shikoni që rezultati do të jetë me të vërtetë mbretëlënës. Nëse do të kishte një listë të problemeve më të urryera estetike, rrudhat që padyshim do të ishin në krye. Simptome pashmangshme plakjes, por është e mundur ta lehtësoni dhe të vononi shfaqjen e tyre me përbërës të cilët janë plotësisht natyral. Tërshëra është një nga përbërësit e maskës, duke qenë se është një dritë i plotë dhe ushqyes, është e pasur me vitamina dhe karbohidrate, ajo promovon rigjenerimin e strukturës natyrale të lëkurës,
duke ruajtur pH-in falë proteinave të saj. Kosi është një hidratues i shkëlqyer për lëkurën, ka një efekt ftohës dhe po ashtu e ushqen dhe tonifikon atë. Mjalti gjithashtu është përdorur për kujdesin e lëkurës për mijëra vjet, përmban aminoacide dhe enzima jetike, si edhe ndihmon në shërimin e plagëve, është antiseptik, antibakterial dhe është i pasur po ashtu me antioksidant. Në fund, vitamina E lufton radikalet e lirë, përgjegjësit kryesor të plakjes. Vitamina E nga ana tjetër ndihmon edhe në luftimin e rrudhave dhe të gjitha simptomave të tjera të plakjes. Për të përgatitur këtë maskë, përzieni 2 lugë kos me 1 lugë mjalt, 2 lugë tërshër dhe përmbajtjen e një kapsule të vitaminës E. Përzieni mirë derisa të fitohet një masë homogjene. Aplikojeni në fytyrë para se ju të flini dhe lëreni atë të veprojë për 15 deri në 20 minuta. Më tej, shpëlajini fytyrën tuaj me shumë ujë të ngrohtë. Aplikoni një krem hidratues menjëherë pasi të keni tharë fytyrën. Ndërkohë, mund të përdorni edhe vaj në arrës së kokosit. Sipas ekspertëve, vaji i arrës së kokosit mund të përdoret për të masazhuar zonën e rrudhave duke kryer kështu lëvizje rrethore. Pas masazhit, ju mund ta mbani vajin në lëkurë për gjithë natën. Kura duhet përsëritur çdo mbrëmje. Vaji i arrës së kokosit gjithashtu i jep lëkurës tuaj një shkëlqim natyral dhe nga ana tjetër ai zbeh rrudhat. Vitamina E. Kapsulat e vitaminës E mund t'i blini në farmaci dhe të përdorni disa prej tyre çdo mbrëmje. Vitamina në formë vajore duhet aplikuar sidomos në zonën e rrudhave dhe duhet mbajtur për disa orë. Ky trajtim i veçantë duhet bërë çdo mbrëmje. Vitamina E hidraton lëkurën tuaj, i zbeh rrudhat dhe gjithashtu e ushqen atë plot me antioksidant. Uthulla e mollës. Përzieni një lugë gjelle me uthull molle dhe një lugë gjelle me mjalt. Aplikojeni maskën në lëkurë dhe në qafë. Mbajini për 15 deri në 20 minuta dhe shpëlajini me ujë të vakët. Këtë maskë duhet ta përdorni të paktën 2 herë në javë. Uthulla e mollës ruan ekuilibrat e pH-it ndërkohë që mjalti i jep fytyrës tuaj një shkëlqim rinor. E bardha e vezës. Rriheni të bardhën e një veze dhe vendoseni në lëkurë. Prisni sa të thajë dhe më pas shpëlajini me ujë të vakët. Kjo maskë e përshtatshme për lëkurat me yndyrë duhet bërë 2 herë në javë. E bardha e vezës e tendos lëkurën dhe gjithashtu zbeh rrudhat. Avokado. Tulin e avokados ju mund ta shtypni në një mikser dore dhe maskën ta mbani në fytyrë për 20 deri në 30 minuta. Ndërkohë, kjo maskë duhet bërë 2 herë në javë. Avokado e zbut lëkurën tuaj dhe njëkohësisht i jep asaj shëndet, gjallëri dhe shkëlqim natyral, si edhe do të lehtësoj dukjen e rrudhave në linjën tuaj të fytyrës. Aloe vera. Përzieni një lugë gjelle me xhelin e aloe verës me të bardhën e një veze. Maskën mbajini për gjysmë ore dhe më pas shpëlajini me ujë të vakët. Xheli i aloe verës gjithashtu është një burim i pasur i vitaminës E dhe bashkëpunon mirë kundër rrudhave me të bardhën e vezës. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton.
Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!